do të fillojmë këtë bisedë me Rinën për të folur për këtë drejtim të ri. Është, nëse mund të themi, një profesion relativisht i ri në vendin tonë. Rina dhe një pjesë e kolegëve të saj janë gjenerata e parë e higjienistëve dentar. Rina Spajni, faleminderit shumë që je sot këtu me ne. Edona, faleminderit që e bëre të mundun prezencën tame që sot jam këtu me ju. Me shumë kënaqësi. Rina, ne kemi dëgju dentist, mjeku i dhëmbëve thonë në popull. Por kjo me higjienist dentar është një term relativisht i ri për vendin tonë. Dhe sa kuptova, ju jeni gjenerata e parë e atyre të cilët kanë diplomuar në këtë drejtim në Kosovë. Po. Mund di pak më shumë fillimisht për këtë pjesë, se më ndej kemi me të kërku shumë këshilla. Po, realisht unë jam një prej gjeneratës të parë, dhe më thonjë takë gjeneratës të parë të higjienistëve dentar, cilët jena licencu tash. Okay. Është drejtim shumë relativisht i ri, po që ka shumë peshë dhe ka shumë rëndësi të madhe, sidomos për higjienën dentare. Higjienisti dentar përkatësisht kalon në kujdes parësor, do të thonë është diçka profilaktike. Profilaktike do të thotë parandaluese. Është për vete e ndi shumë veten me fat që e kom gjetë këtë drejtim, që në vendin tonë me sjell diçka risi, me sjell diçka shumë më të bukur edhe më produktive, që mi ndalu ma ndej edhe tutje probleme që mos me vazhdu ma tutje. Është shumë e rëndësishme parandalimi. Shumë. Të na mjekësi, ma më rëndësi është parandalimi se ma ndej diagnostifikimi e trajtimi e këtë tjera. Nëse ti veç e parandaloni diçka, atëra ato tjerat veç nuk kanë pse me ardhë. Patjetër. Tani, para se të fillonim këtë bisedë, më dhe një gjë shumë të rëndësishme që faza e licencimit ka qenë goxha e vështirë për juve dhe për kolegët të cilët kanë përfunduar këtë drejtim që po e përsërisim disa herë, është relativisht i ri në vendin tonë. Po, për fat keq kena hasë në shumë vështirësi, kena hasë Pse, Rina? Për shkak që nështë edhe është drejtim i ri, po e cilësoj prapë se nuk kam pas një huri se ku përkufizohet, çfarë drejtimi është, çka sjell tre, në cilin anë ma shumë profilizohet, edhe ndoshta për çat arsye na kanë dalë shumë barriera para, po fatmirësisht janë të kalu edhe për ma mërmena që për gjenerata tjera pas neve, kanë me pas shumë atletë, tash ma veç është gjithçka është Kush e bën të vështirë këtë elementin e licencimit? Janë procedurat, janë rregullat, apo çfarë është në pyetje? Mungesa e njerëzve të cilët ndoshta kanë informacion të saktë sa i përket drejtimit, sa i përket punës që ju do duhet ta bëni si profesionist të fushës? Mendoj që mungesa e informacionit se çka është ky drejtim, mandej edhe ka sjellë çdo problemet në vetë, apo dhe procedurat mandej. Sepse përderisa ne kemi një drejtim që nxjerr studentat, që nxjerr profesionistë të fushës, duhet që patjetër të mendoshin edhe pjesë të tjera. Po, dhone konstant e kom cilësu që ta, përderisa lejot një drejtim i ri në bachelor që me startu, se praktisht para se me u shpall një drejtim i ri, ato duhet me qenë drejtim i akreditum. Po pra. E do më thonë këto shkojnë hap pas hapi, nuk e di pse ka qenë kaq shumë këngërç mu i me cilësu i madh tek ne, po më mërmenja që tash e tutje s'kanë me pas gjenerata të tjera, nuk kanë me pas ma këtë të lashe. Po që ja ka qenë mirë, nuk ka qenë mirë. Fillimi është gjithmonë i vështirë. Dikush duhet ta hap rrugën. Po. Tani, Rina, e thash që sot kemi me marrë shumë këshilla prej teje, e përmende një element shumë të rëndësishëm që është parandalimi, ose dhe trajtimi me kohë, se nga njerë i dim problemet tona, po hajtë se nuk po më dham, hajtë se pe pini paracet që aty, po flasim përgjithësi për probleme shëndetësore. Cili është gabimi më shpesh që njerëzit e bëjnë në përditshmëri kur flasim për higjienën orale, pra për mirëmbajtjen e dhëmbëve, të gojës në tërësi? Në përgjithësi është që nuk ja kushtojnë kohën e duhur pastrimit të dhëmbëve, mandej edhe me kohë limitune, pastaj teknika që po e përdorin gjatë pastrimit dhëmbëve, po është shumë e gabueshme. Gjë që shumë po e vrej kohëve të fundit është fili dentar apo pani dental, anashkaloj jashtëzakonisht shumë. Duhet patjetër ta kemi pjesë të përditshmërisë? Patjetër, ka shumë rëndësi. Përderisa brusha nuk mundet me hy në mes të dhëmbëve, nuk mundet me pastru çat pjesë, pani dental është ai që e bën. Do të thonë ka çat shumë rëndësi, saqë mund mendoj që është domosdoshme që mu kry si pastrimi, po ashtu edhe pastrimi me pani dental. Tani, unë kujtoj para ca vitesh ndoshta,
pata pas një bisedë me një dentist, nuk e mbaj me emrin e tij, kërkoj falje. Thotë që njëra prej gabime më të mëdha që ne e bëjmë është mënyra se si ne pastrojmë dhëmbët. Shpejt, tek. Hajde se e kryeta. Tash marrë koha. Nuk i kushtojmë rëndësi kohës. Zakonisht duhet më pastru. Sa do duhet të ishte në kushte të pranueshme. Unë e kam e lidhë çdo herë me muzikë. Me muzikën tonë të preferuar. Çfarë e lëshon një muzikë 3 minuta të preferuar që e ki ditës. Unë nisa me Dua Lipën, pas me i zbardh. Edhe vazhdon edhe i pastron, domethënë 2 deri në 3 minuta bëhet pastrimi i dhëmbëve. Tani unë kam dëgjuar që ka njerëz që pastrojnë dhëmbët vetëm në mëngjes, ka të tjerë që pastrojnë dhëmbët vetëm në mbrëmje. Cila është koha ideale ose sa herë në ditë ne do duhet t'i kushtonim rëndësi dhëmbëve? Më e mira, domethënë domosdoshme është në të dyat, edhe në mëngjes edhe në mbrëmje. Po çka është tjetër më rëndësi, se gjatë ditës goja ka aktivitet, njëri han, konsumon, pen, edhe pak a shumë bot një vetë pastrim i dhëmbëve, përmes ushqimit që t'je marr. Cili është ushqimi që na jep më shumë ti këtë vetë pastrimin? Sa kam informacionin, molla është njëra prej atyre. Çado që është më e ngurtë, më e fortë, bën që me u largu bakterit ose çado që është më e kapshme, më sticky për që i bën dhëmbët me punu më shumë. Po, edhe largon çat pjesë. Kisha deshtë me cek që edhe pse është shumë e domosdoshme që të dyja, domethënë në mëngjes dhe në mbrëmje të bëhet pastrimi, mirë po më e rëndësishme është me u bë në mbrëmje sesa në mëngjes. Për arsye që në mbrëmje nuk ka aktivitet, edhe goja është në qetësi, mandej edhe bakterie, ushqime, krejt to flajnë edhe ngjiten për dhëmbë. Gjë që e bën mandej edhe me psu edhe probleme tjera. Në mbrëmje që nga henguj bakteri. Okej. Cilat janë, nëse mund të themi, ankesat ose problemet më të shpeshta që ti ke has tek pacientët e tu? E shoh që e vizitojnë higienistin apo dentistin vetëm kur kanë dhimbje, që është shumë e gabueshme. Unë çdo herë e cilësoj me zot fort që nuk vizitohet higienisti apo dentisti vetëm kur ke dhimbje. Duhet marrë me na po edhe kur jena. Kur jeni disponim. Kur jeni disponim. Kështu që vizitat e rregullta janë shumë të rëndësishme. Pastrimet profilaktike që duhet më u bë një herë në 6 muaj gjithsesi, të paktën domethënë 2 herë në vetë më u bë, janë shumë të rëndësishme. Pse është ajo, nuk e di nëse mund të themi si një lloj miti, ndoshta që mos i prek dhëmbët, leq ashtu që ti ka fal Zoti, se sa më shumë që ti preksh, më shumë ke me pas telashe. A qëndron a ka ndonjë element të vërtetës në këtë? Jo, nuk marr me aq. Unë sa i përket po flas nga ana jeme, nuk e vërtetoj çdo, për arsye se me kalimin e kohës, me ndonjë problem shëndetësor me gjendje orale, ndron gjendja e gojes, ndron gjendja e dhëmbëve, për atë arsye ka nevojë për intervenime. Kështu që nuk pajtona në këtë aspekt. Okej. Çka s'pajtona tjetër se patjetër. Lutem. E shoh që njerëzit thonë që me bë pastrimin ti dëmton dhëmbët. Është vërtet kjo? Realisht shumë është e gabueshme. Ndoshta goja, gjuha adaptohet me ato bakterie, me gurme, mandej kur i largon, e bën pastrimin profilaktik, duket që ki diçka mungesë. Unë ndëgjoj shpesh nga pacientët, po më kanë shfaq hapësira që është realisht shumë e gabueshme, sa ty ti ke pas bakterie, gur, që është dashur mi largu. Kështu që edhe këto e kisha cilësi që nuk është gabim. Domethënë unë më mendoj që është hallka më kryesore vizitat edhe pastrimi profilaktik të bëhet një herë në 6 muaj. Karrierë si thonë që është dëmtuesi më i madh i dhëmbëve. Nëse ne nuk e trajtojmë për një kohë të gjatë. Çfarë? Gjendjave shkon tu agravu më shumë. Domethënë prej karrierës së dhëmbëve mandej munden me u shfaq infeksione të ndryshme deri tek rrënja. Edhe pse jo me shku deri tek humbja totale i dhëmbit. Nëse vesh neglizhohet si proces. Tani, ne po jetojmë në një kohë ku pak i kushtojmë rëndësi ushqimit. Kur them pak i kushtojmë rëndësi ushqimit, mendoj për njerëz të cilët punojnë edhe kanë një pauzë 30 minutë, një orë, edhe gjëja e parë që bëjnë është të marrin ushqimin dikun sa më afër që është e mundur, në mënyrë që ta shfrytëzojnë
këtë kohë të pauzës për të ushqyer dhe për të pushuar në njëjtën kohë. Sa është e rëndësishme që ne të jemi të kujdesshëm edhe në zgjedhjen e produkteve ushqimore, sepse fund fundit edhe dhëmbët janë si çdo pjesë tjetër e trupit. Edhe ata marrin minerale, vitamina, gjithçka tjetër nga ushqimi që ne marrim. Pra nuk është thjesht një asht i vendosur dikon edhe ai do të na qëndrojë aty për gjithë jetën. Fiks. Është shumë e rëndësishme, sidomos pijet e gazuara, Si ndikojnë pijet e gazuara? Kam shumë kurrëshje për këtë dhe do doja ta sqaronim kështu në detaje, se për shembull, shoh nëna që ju japin fëmijëve të vegjël pijet gazuara. Jo pse dua t'i akuzoj, se shpesh herë unë gjej veten në një pozitë pa lakmueshme ku detyrohesh t'ja hedh pak lëng të gazuar ose varet çfarë pije është ajo. Si ndikojnë ato, Rina? Këtu kisha dashur me lidh, për që gjeneratat e reja, sidomos fëmijët, po i kanë dhënë relativisht kogja shumë e karyesa dhe po i prishen shumë shpejt. E kjo është një prej arsyeve pse këto po prishen. Do të thonë pijet e gazuara, ushqimet e përpunuara, ushqimet me sheqerna, krejt to e sillin karyesin, do të thonë smundjen e dhëmbit, që me qenë prezant aty me karies, do të thonë dëmtohet dhëmbi dhe gati shkon në humbje të strukturës së dhëmbit. Për çfarë arsye? Unë rekomandoj që sa më shumë me u konsumu ujë edhe ushqime me kalcium, se këto e mineralizojnë edhe forcojnë dhëmbin, edhe në përgjithësi e mbajnë një higjinë sa më të shëndetshme të gujës. E qartë. Tani, qumshti, qysh në t'i ka në krejtë se... Shumë mirë, qumshti... është ajo fjalla, po në fëmis janë për me pi qumsh, bre qaje të thona, dhe në ashtë... Qyshti ka maherët kanë kalcium, qumshti, djathi, jogurt, krejt këto janë me të pasuna me kalcium, me minerale që vetë sa e forcojnë dhëmbin edhe bojnë që me qenë një gojë ma e shëndetshme, kështu që unë e preferoj jashtëzakonisht shumë. Sidomos bile tek fëmijët. Cilat janë gabimet më të shpeshta që i bëjnë nënat me fëmijët e tyre? Aj, zoti ma, çfarë pamje na kanë shu dardoni. Aj, zoti ma. Okej. Po të dëgjojmë. Mendoj që nuk ja krijojnë fëmijët atë shprehin që me i pastru dhëmbët, edhe dyta që nuk ja krijojnë atë shprehin me shku me vizitu dentistin edhe vetëm për qef. Se çdo herë kanë atë frikën që i thojnë fëmijë se në një farë forme e frigojnë që çoj te dentisti Kena me fol edhe për këtë frikë. I duket diçka wow mandej fëmijës kur vjen aty në ordinancë. Kështu që këtu janë dy nga gabimet më të shpeshta që i bojnë me fëmijët. Okej. Dhe pse është kjo frikë kaq e madhe, Rina? Po thash. Për shembull Dorek Baki, që po e përshëndes shumë. Ma përpara e çon për një intervenim kogja të madh, diçka se sa me çute dentisti djalit. Varet edhe prej situatave që ndoshta i ka përjetu, ka njerë këto dinë me mbetë me pasoja, me trauma dhe për shkak arsye mandej e ke çdo herë atë frikën. Me shku te dentisti, frika e anestezionit, frika e zhurmës pajisjeve që i përdorim, që krejt këto mandej të japin qatë ndjesi që... Po janë mite. Po mite. Kam bindje që janë më shumë mite, se nuk duke që... Ose që pak të nuk s'kam përjetu një dhimbje të mërsh me dhëmbi. Mund tjetë edhe ajo. Rin, të flasim edhe njerë pak për këtë titullin që ke. Ti edhe shumë të tjerë që keni përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, po besoj. Po, kolegj privat. Po, më trego një dallim ose një element që dallon higienistin detar edhe dentistin. Do me thënë profesionistin që ne jemi mësuar deri tani ta konsultojmë, të kërkojmë ndihmë, të kërkojmë informacione sa i përket shëndetit oral. Higienisti dhe dentisti janë komplet dy drejtime të ndryshme në vete, po që ndihmojnë njëri tjetrin. Që është ashtë dhe ma herët, higienisti dëntar parandalon, diagnostifikon, ndërsa dentisti e trajton, çka do që ka. Kur flasim për parandalem, kemi pasimet profilaktike, kemi vullosjet, kemi fluorizimin që mbrojnë dhëmbin, edhe në çfarë forme ti veç e parandalon që mos me vazhdu ma tutje. Ndërsa nëse veç këtu probleme shfaqen, për shembull kariesi i dhëmbit ose çka do tjetër, atëherë dentisti e trajton. Si karieset, si infeksionet të ndryshme, ai vazhdon me trajtim të tyre. Okej. Tani njerëzit e kanë, ose qytetarët më mirë të themi, e kanë problem të bëjnë këtë dallimin që më bëre ti, ngurojnë, janë të mendimit që ja po shkoj te një dentist, ma mira, këta të ri. I kemi një këto mendime? Në fillimet e mia, po, ka qenë ky dallim. Mirë po, unë mendoj krejt edhe është sa janë të informuar pacientat, sa ka njohuri
në përgjithësi në larmin e shëndetit oral, kështu që për çfarë arsye dhe i kanë bërë dallimet mes higienistit dhe dentistit, nuk kanë mujt me ditë se te cili më orientu sakt për problemin që e kanë. Po që mendoj me kohë, i shoh tash edhe pacientat e mi që janë adaptu edhe mave që janë pajtu që për do probleme kyçe vinë të une. Për probleme tjera e dinë që duhet më shku te dentisti. Mendoj që krejt është edhe sa kanë informacione për atë kësaj. Edhe që natyrisht do duhet të flitej pak më shumë për këtë temë në mënyrë që edhe qytetarët të informohen. Relativisht shumë, ka shumë nevojë që me u flitë dhe me u përkra, për shkak që ka një rëndësi shumë të madhe. Tash edhe ma herët është një ndër hallkat kryesore, është hyn në kujdes primar, parësor. E qartë. Tani, Rina, njëra prej kërkesa më të shpeshta që dëgjoj kohëve të fundit prej trive dhe trejave është zbardhimi i dhëmbëve. Ka ndonjë efekt sindikan kjo tek dhëmbët? Se nga njëherë më duket sikur edhe e teprojnë, sepse kam bindjen që kjo është e përcaktuar në faza të ndryshme kohore. Pra, ka një 6 muaj, një vjet, apo si është këtë të edhje më mirë. Unë e preferoj që zbardhimi më bu një herën vetë, ju ma tepër, për shkak që nëse veç abuzon ma shumë e to, kemi pas sensitivitet edhe ndjeshmëri të jashtëzakonshme, edhe mund është me ndëmtu zmatin. Zmati do të thotë shtresa jashtë me dhëmbit, kështu që unë preferoj një herë në vetë në klinik, sepse ka edhe zbardhus që bëhen në shtëpi, pa janë varet mandej krejt për i prodhusit, aty i cikin mandej edhe sa ka përshimit. Është e preferueshme të bëhet edhe në shtëpi kjo? Po, nuk ka ndonjë rrezik. Nuk është problem, po vetëm që nuk duhet me abuzu. Domethënë duhet më përmbajt disa rregullave që çaj prodhues që i ka përcaktuar. I ka përcaktuar ato, ti duhet më përmbajt jo me abuzu me to. Okej. Po këto që dëshirojnë me bë dhëmë të shkëlqyes në kuptimin me vendos diamant ose këta gurzit që janë edhe ka 1 euro që i gjejmë. Si ndikojnë këto? Absolut nuk ja preferoj. Domethënë këto trajtime duhet me u kry në tek profesionistët adekuat që i bojnë këto. Kështu që në për klinika të dhura stomatologjike, jo me nxec, jo me gur që i blejnë ka 1 euro, se tamton shumë jashtëzakonisht dhëmbin. E kemi për gjithë jetën, nuk e kemi vetëm për ca javë ose ca muaj. Nuk është diçka e përkohshme, kështu që dhëmbin ti e ki domosdoshëm. Shumë e vërtet. Tani unë të doja një këshill fillimisht për nanat dhe më pas me theks të veçantë për adoleshentët, sepse është një fazë e jetës në cilën është shumë e rëndësishme mirëmbajtja e dhëmbëve, e më pas edhe për më dashurit tanë, për gjyshit edhe gjyshet tona. Për nëna e kisha këshillu që mi adaptu pak a shumë fëmijët me pastrimin e dhëmbëve. Është më mirë që fëmijët të pastrojnë dhëmbët me këto brushat klasike, apo këto që po i shoh të rejat me bateri e kështu që po janë? Më intereson shumë edhe kjo gjë. Edhe me klasike krym punë. Domethënë, unë për vete preferoj më shumë manualen se elektrike. E kam personale, po e preferoj çashtu. Kam të njëjtën bindje edhe unë. Se e ki kontrolin mandej sa qysh tek i ty i pastru. Ja u kësha këshillu që konstant me i qune për vizita, mu adaptu fëmiu me një ambient stomatologjik, edhe diçka tjetër që kësha desht me cek, dhëmbi i parë që del i përhershëm është molari i parë. E që shumë e në Kur tu molari i parë, ma të spjego kështu në zhargonin e përditshëm. Dhëmballa e parë. Okej, se duhet na kuptojnë të gjithë. Dhëmballa e parë e neglizhojnë shumë, se mendojnë që i del bjen kjo dhe i del tjetri prap, a që realisht ajmo nuk ndrohet. Dhe neglizhojnë shumë si Nëse ka dëmtim të saj, çfarë duhet bëjnë? Atëherë duhet me intervenu, duhet me intervenu, me këshyrë çfarë problemi ka. Me provu me shpëtu, po jo me largu, se një dim t'i largojnë. Unë çdo herë shkoj deri në ku s'ka ma, për me pështu një dhëmbë, se për me largu t'je largon, po s'mon e këthen të njëjtën pozitë. Mandej komplet edhe harku i dhëmbëve që rregullohet në mungesë të një dhëmbe. E qartë. Okej. Edhe tjetër çka kisha desht me i këshillu është që në momentin kur dalin këta dhëmballë të parë, me i vullos. Vullosi është një prej preventivave, domethënë që mos me u zhvillu kariesi aty. Si është ajo, si bëhet ajo?
Bëhet në klinikë, domethënë tek ne, përkatësisht unë e kryj si higjienist atë punë. Vullosën domethënë do thellime dhëmbi ka, thellime, në ato thellime është shumë lehtë që me ngec ushqimi. Kur ngec ushqimi mandej ndodhet edhe kariesi, prishja e dhëmbit. Për atë arsye që me qenë sa ma e rrafsh është ajo pjesa ku janë thellimet, aplikohet vullosja, e mbush domethënë atë pjesë, edhe në qatë mënyrë ti nuk lën që me të ngec ushqimin në atë pjesë. Pra bëjmë një trajtim që na duhet për gjithë jetën. Po. Jashtëzakonisht bile tek fëmijët. Po për adoleshentët. Ajtë se po flaj sontes, së më falni, se desa të mësona me këtë mikrofoni. Hajtë se sontes po flaj, po i loj dhëmë, të se mbesim deri vane dhe hajtë se pastroj nesër më gjas. Ndoshta tash për tash nuk i duket kur gjë e madhe, apo me kalimin e kohës kanë me po edhe veç sa shumë kanë gabu. Kisha shillu, spari sa ma pak me konsumu duhan. Okay. Pse thu që po konsumojnë shumë adoleshentët të ndonë? Jam të hasi jashtëzakonisht shumë, sidomos në pacient që po vi po e shohin, që adoleshentit janë kryesisht që po konsumojnë jashtëzakonisht shumë duhan. Po alkohol? Edhe alkohol, po jo sa duhani. Kështu që duhani është një prej pikave kyçe që i sjell. Është të dyja gjinit më duket apo jo? Po, në të dyja gjinit. Edhe kisha ndalu rreptësisht. Patjetër. Dhe kisha shillu që është në një fazë ku ti mënesh, sidomos në kohët e sotit, ti mënesh me gjetë informata shumë të vyshme për vete. Edhe te na e shoh që e neglizhojnë si pjesë veç për arsye që pe kanë dembeli shumë. Edhe për ta është ma mirë mu dok bukur, ashtë nuk e një që krejt bukuria varet prej dhëmbëve, prej gojes. Ma mirë është një goje shëndetshme, se mu dok në shtaj ashtë bukur, po me kalimin e kohës kime pa që ke bo shumë gabim. Sot mu se bëni frizurën nëse lajnerin ose diçka, lani dhëmë të mirë, mas pare. Mas pare mi pastru dhe mirë, tani me make-up. Okay. Edhe për ma dashurit tonë, se unë e kom kry, ka disa që thonë, por në fakt, në gjithë fazë të jetës, dhëmët janë shumë të rëndësishëm. Gjenerata e vjetër është, mendoj që mund prek shumë, se për para nuk kam pas mundësi. E vërtet. Dhe kushte që me u përkujdes për ta, po që për sa i përket ushqimit, shumë ma mirë kanë qenë atëherë se tash. Po se kanë konsumu shumë për këtë arsye edhe kanë dhëmë të shëndosh. Për këtë arsye i kanë mandej edhe dhëmë të shëndosh edhe ka nështë 70 vjetë, 75 se tutje që i kanë ende dhëmë të vetë. E kisha shillu që sa ma gjatë me i moj dhëmë të vetë, deri sa dje koha për me intervenu. Që pse s'pindreq ta dhëmë, aden, kapi mbush që ato hapsira, po laj që ato hapsira se që ato i keva të mira. Ma mirë është natyrale, po që i kja fagjate, se diçka që ti nështë do këtë bukur për sy, por nuk ndihesh ma ndera hatu. Çdo herë ki me pas të lashe, kështu që sa ma gjatë me shty me dhëmë të tu, është shumë ma mirë. Deri sa të vjen një koma dhe një periudhë që asti nuk mund është mi u shmangë, dush me bo një intervenim. Pa tjetër, atë kur është nevoja. Rina, unë nuk naqa shumë, mbi gjitha mora informacione, po shpresoj që kemi me të pas prap, me na dhënë këshilla e me na jap informacione të cilat janë të nevojshme për shëndetin tonë, sepse një goje shëndosh, dhëmb të shëndosh, sigurisht nuk kupton edhe pjesë tjera të shëndosha të organizmit tonë. Po. Faleminderit shumë Edo, faleminderit për ftesën, faleminderit që prej momentit parë më ke suportu edhe asnjëherë nuk e ke kursy këto me kënaqësi më të madhe. Edhe më ke jep çdo herë mundësi që me shpalos sa i përket anës profesionale nga unë. Faleminderit shumë. Ne jemi të hapur për të gjithë ata. Faleminderit shumë. Kemi qenë të hapur dhe vazhdojmë të jemi të hapur si televizion gjithmonë për të promovuar njerëz të cilët janë të rëndësishëm për shoqërinë edhe për komunitetin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.